Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale edhe këtë vit ka marrë masa për të garantuar një sezon turistik të sigurt dhe të shëndetshëm për pushuesit dhe turistët e huaj, të cilët do të zgjedhin për të kaluar pushimet në vendin tonë. I gjithë sistemi shëndetësor nga Thethi në Ksamil do të jetë në gatishmëri përgjatë gjithë sezonit veror për të garantuar ofrimin e shërbimeve në kohë dhe sa më pranë turistëve. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu së bashku me ministren e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro dhe kryetarin e Bashkisë Berat Ervin Demo prezantuan në Berat programin e qendrave shëndetësore verore, përfshirë qendrën e re shëndetësore në Kalan e Beratit. Ministrja Koçiu gjatë fjalës së saj theksoi masat e marra nga të gjitha strukturat shëndetësore në vend për mbarvajtjen e sezonit turistik. Ministrja e Shëndetësisë tha se me rritjen e fluksit të turistëve në vend dhe me qëllim ofrimin e shërbimit sa më pranë qytetarëve edhe këtë vit do të vijojnë të funksionojnë qendrat shëndetësore verore në vend. Ministrja e Shëndetësisë nënvizoi se nga 1 qershori deri në 30 shtator 2025 do të kemi në funksion më shumë qendra verore se kurrë më parë, 36 në total me pajisjet e nevojshme jetë shpëtuese. Gjithashtu ajo tha se tashmë është gati gjithë personeli mjekësor që do të shërbejë me profesionalizëm në këto qendra. Në përfundim të fjalës së saj, ministri Albana Koçiu theksoi se të gjitha këto kapacitete shtesë përforcojnë sistemin tonë shëndetësor, por nuk janë të vetmet në mbështetje të pushuesve.